një ndër shkaktarët që ne kemi si popullat faktor risku, nëse mund ta quajmë kështu, është djepi. Pra një trashëgimi e mbetur nga Turqia, nga pushtimi turk. Nga pushtimi turk që Turqit për vete i hoqën. I lidhim Kopan Kalamajt dhe që me sa duket influencon edhe në ditët e sotme. Është një patologji të cilën realisht vite përpara, mos them shekuj përpara, kanë pasur në gjithë Europën. Por Europa nuk i lidhte më fëmijët e tyre Kopan dhe i mbanin të varur. Domethënë i mbanin me këmbë të hapura dhe atyre u zhduk ky lloj problemi. Përkundërzi tek ne kjo shpërtheu dhe për çdo individ që u shfaqet problemi, mund ta trashëgojnë deri në 4 ose në 7 breza. Në varësi 4 ose 7 breza. Pra nëse një femër e cila e ka të shfaqur tashmë problemin, trashëgon deri në 4 breza. Një mashkull, pra nëse është një djalë i cili është i lindur me një problem çalon, çka të lindur, e trashëgon deri në 7 breza patologjinë. Këta janë për fat të keq kanë qenë pacientët tanë kryesor në protetik. Sado që gjeneratat përpara meje